Do të thënë, sa e vështirë është që ndërkombëtarëve t'i bindësh njerëz që t'i kthejnë syt, t'i kthejnë projektor dhe të shohin realitetin përtej asaj propagandës së madhe shtetërore që mund të bëhet. Po mu ndodh që takimi është i planifikuar me ambasador ose përfaqësues ndërkombëtar të jetë 1 orë dhe nuk i lën ndoshta 2 orë më zgjat takimi. Deri të arrit ta bindi se kështu është gjendja. Dhe duhet t'i argumentojmë normal me fakte, me dëshmi, me dokumente. Në krahasim me periudhët e mëparshme, ndoshta më herët nuk i kanë shtypur se nuk i kanë pas shifrat e sakta, po tani që i kemi shifrat, faktet flasin vetë dhe të mos i argumentojnë, të mos i japim, atëherë ajo është dobësia jona. Dhe ne nuk po ndalim, ne po përpiqemi t'ja argumentojmë. Keni filluar t'i bindni që të kthehen ta analizojnë situatën tuaj? Ka pas raste të tilla kur ambasador kanë thënë mjaft ka probleme Vučići, mos i shkakton edhe ju telashe tepër, por ne s'jemi ndalur. Kemi vazhduar prap me këmbgulje ta paraqesim realitetin, ta paraqesim ato dëshmi, ato fakte. Edhe vizita e fundit të komisionerit të lartë për pakica Kristof Kamp ka qenë dhe vlerësoj zakonisht shumë se pas viteve, që nga vitet e 90-ta nuk ka pas një vizitë të tillë, domethënë është vizita e parë pas viteve 90-ta, por insistimi jon është jashtëzakonisht shumë i madh. Ne nuk jemi duke bërë të krenohemi me ato, dhe nuk po ankohemi, nuk po kalojmë në defetizëm, nuk po viktimizojmë, realisht ne po tregojmë gjendjen reale, faktike me të cilën po përballemi dhe ofrojmë zgjidhje në momentet që i argumentojmë, ne ofrojmë edhe zgjidhje, s'po dojmë të ankohemi, në rregull, s'po dojmë të kalojmë në defetizëm ose i thojmë ambasadorëve, mos e merrni këtë, s'po viktimizojmë, por ne po ofrojmë edhe këtë zgjidhje. I ofrojmë zgjidhjet, hapi parë, hapi dytë, hapi tre. Cilat janë 3 zgjidhjet më emergjente që ju i ofroni dhe që janë më emergjente për tu realizuar? E para, ftesa që Beogradi zyrtar të zhbllokojë dialogun me përfaqësuesit e zgjedhur legjitim të luginës së Preshevës dhe fillimi i implementimit të atyre marrëveshjeve. Nëse jo e marrëveshjes Konçulit, jo e bashkërendimit 2009 të trupit koordinues, po të paktën pikat se kemi edhe në 2020 një plan aksional për fillimin e implementimit të planit 7 pikësh, të filloj që nga plani aksional. Do të thënë nuk është filluar as aty dhe nuk ka Beogradi vullnet, nuk ka gatishmëri që të vijë të ulen në tryezë në tavolinë me përfaqësuesit e zgjedhur legjitim të shqiptarët luginës së Preshevës, të dialogojë dhe të jetë i gatshëm që të fillojë implementimin e atyre